Mirë një lezoni Kuranin. Musa a.s. a nuk e qau deti. Deti. Pse qa deti? Imani e qanë detin. Imani e qanë detin. Ne asë njësë kemi ba eksperimente ta masësh atë imanometrin tënë të përdorish pak dhe me imanin tënë të thuash, sa mund Allahu mund ma pranoj dua. Interesant. Musa a.s. të përda, innema je rabbi se jehdin. Shembull. Kur Musa a.s. hiku për Egjipti dhe të dale, shkuje për në tokën e premtuar atje në Palestinu, dhe është të kaloj detin e kuq. Edhe qëndroj para detin, mbrini para detin. Skama, u dha usos. E dini? U dha usos. E dini çfarë është kjo? Neve shpesh në këtë dinjo u dha në soset. E neve kur në soset u dha ku shkojmë? Jointi, drogën, alkoholin, ti hunxhi gajlet, ti mbuluj gajlet. Se asos u dha. A nuk e din se në momentin kur soset u dha, Allahu të kapën për dorë e thët, hec me Musa, e pa ato, krejt plan bas. Miqët, familja, vlau, biznismenet që hajshe dhe pishe darka ma ato e kështu, andej këndej. Allahu ta kapën dorën dhe thët, hec me mu. Edhe Musës, në fakt, nuk ju sos udha Beni Israilve që kishin iman të dobët, thanë, o Musa, shkumne, përfundu, pse? Faraoni ma kishte mbri mbas, me ushtrin. Para mendoni, armiku ta kesh mbas, detin ta kesh para, edhe nuk din ku të shkush. Kjo simbolike, dini çfarë është? Kjo neve shpesh na ndodhen jetën tonë me problemet financiare deri këtu. E ke feju gjallin, kok dinari s'ke, dars më afru, ti s'din ka qambash. Haj, çfarë bësh? Ku të shkush? Vardari s'ka ujtë mbitesh, do mbarohesh. Çfarë të bësh? E kjo është ai deti jo që del përpara. E çfarë duhet të bësh? Thuaj, unë kam Allah. E tash, në këtë moment, njeriu kur ka krizë të madhe dhe smundje të rëndë, e din sakt afërsi, aja Allahu për herë afër, ama ne pse kemi parë, imi mirë, edhe Allahu në shoham lartë, ka tetova ka kustivari, am dhe ka shkupi. A kur kemi zortë, Allahu shumë afër, e shoham, zortë i madh. Në këto zortë të mëdha kur e shoham Allahu në afër, kjo duhet mbes si përvojë për ne, të mbes Allahu afër derisa të vdesësh. Baba, nana, familja, krejt vin mbas. Musa a.s. 1% nuk e humbi shpresën ke Zoti. Tha, Benu Israilve çfarë tha? Me mua Zoti. Zoti t'jetë me ty edhe mos qahet deti s'ka shanca. Kështu thovu problemeve në dinjan, jetën tonë të përditshme. Kjo histori këtë na mëson. Thuaj problemit, Zoti është me mua. Ama thuaj prej fundit, prej brendisë së zemrës tande. Zoti është. E kur dhe thuash Zoti është me mua, innema je rabbi se jehdin. Me mu është Allahu, kjo se jehdin nuk është do mu dhzoje, do më gjeje rrugdalje. Nëse deti u qa për Musën që e lutë të Zotin, po i njëjti Zot është ai që ishte atëherë dhe është e sot. As pak Zoti nuk ka ndryshu. 99 emra ka, i plot fuqishëm është, dëgjon, ma afër nëse damari i qafës. Musa a.s. kishte bile probleme të folurit, e din? Musa së një godit të fjalët. E dini që ka pas problem, fjalës së një ka godit. Ti je profesor, ti je doktor, ti je mësues, ti je mjek, ti je hoxh, ti je haxhi, ti folen më mirë se Musa a.s. Lutë Zotin njëjti, Zot do ndihmoj inshallah. Ama problem zemra dhe imani. Nëse ka shumë pare para Zotit, nëse ka shumë shtëpi dhe pllaça, ka makina, është BMW-ja para Zotit, është Mercedesi para Zotit, atë në kretë pengesa që duaja të depërtoje. Hiqi këto një herë, miru vesht me Zotin. Allah do të ndihmoj inshallah. Allahu na pranoft Ramazanin e sotëm, ditë në vijim inshallah, ibadet